Dita e dytë në Verona, si qashtë radhën e parë, kultura dhe arti që kishte në Itali më pëlqyen shumë, edhe u mahnita me Italinë të vërtetën, dhe si fansat e zjarrt të Harry Potterit, nuk mund të humbisnim të venim të ky vendi këtuja. O zot, isha aq e lumtur që shkova te ky dyqan, më duket sikur isha brenda Harry Potterit. Tu bera foto me këtë kapelen, unë arrita të beja video, pse nuk të linta i boti ta vijen kokë. Shikoni shkopat magjik, sa të bukur. Kishte shumë gjëra, po ishin shtrenjtë, ishin mbi 100 euro domethënë. O, ishte edhe kjo, ajo ideja e stacionit Hogwarts. O zot, kam bërë foto këtu. Më pëlqeu shumë, shikoni, ja ku jam. Duke të bërë video. Edhe atje nuk të lejonin që të bëje video dhe foto, po ne fshehura zi bëm, normalisht shqiptari do ta bëj. Dhe këtu më kapja i dyqanit mu. E tësh? Po, nuk të la të bëje video, unë bera. Po, la. O, këtu jemi te Romeo dhe Julieta. Një gjë që nuk e dinim, unë mora stirolapsin për shkruar te muri emrin tim dhe të kesit, po nuk lejohesh. Edhe na vjen boti dhe na thot ç'a bëni, thot. U i tham ne po këtu ka të gjitha te. E po i bëj natën ato, thot. Dëshirë. Nuk ndetëm shumë te Romeo dhe Julieta, se sa po i thash gruas që duhet i prek cicën për fat, më të mori pedore me ikëm me vrap. S'kishte shans. Po, më shtu ishte. Jo, nuk do ndodh të ergje. Dollëm një xhiro nëpër Verona, pam këtë kishën. Është aq estetik Italia, domethënë mund të bësh foto kudo dhe do dalësh shumë bukur. Ky lumi këtu na pëlqeu shumë, donim të shkonim te kjo kështjella lart. Ishim me fëmijë të vogël dhe ishte shumë larg dhe nuk na doli koha, themi të vërtetën. Sa bukur është shifeni. Por pam gjithë këto gjëra, domethënë për një ditë ishte shumë. Dhe gelato, normalisht ne hanim 2 gelato në ditë, na pëlqenin shumë. Kjo ishte dita në Verona, na ndiqni për pjesë të tjera. Mirupafshim. Mirupafshim, kemi edhe 2 ditë tjera.